Rreth orës 6 në fshatin Vidhisht të Roskovecit, dyshohet se 35 vjeçari me inicialet RB ka qelluar me armë gjahu ndaj ish vjerit të tij KP 58 vjeç, i cili humbi jetën, si dhe ka plagosur ish vjerën BP rreth 55 vjeçe, e cila po merr trajtim mjekësor në spital dhe mori peng ish të fejuarën e tij. Sipas policisë, menjëherë pas marrjes së njoftimit, janë ngritur pika kontrolli dhe kanë nisur kërkimet intensive për kapjen e autorit të dyshuar. Hetimet paraprake tregojnë se ai është larguar nga vendngjarja me automjet, së bashku me ish bashkëshorten e tij RP, duke marrë me vete edhe armën e gjahut. Pas ngjarjes, ka reaguar dhe drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, Erion Ahmeti, i cili ka folur për rrethanat e ngjarjes dhe veprimet e ndërmarra nga strukturat e policisë për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar. Ai theksoi se shërbimet e policisë janë angazhuar maksimalisht në operacionin e kërkimit, ndërsa grupi hetimor në bashkëpunim me prokurorin po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj. Jemi ende duke negociuar me gjitha strukturat dhe me gjithë organizimin e shërbimeve, jemi duke negociuar me autorin për të dorëzuar. Duke qenë në këto kushte të kësaj ngjarje, nga ana e Drejtorisë Vendore Fier është vlerësuar maksimalisht në gjitha strukturat e posaçme për uljen e rrezikshmërisë dhe parandalimin e çdo ngjarje kriminale ndër të tjera. Është duke negociuar ende grupi i Drejtorisë Vendore dhe i forcave kombëtare Arenea për bërë të mundur shmangjen e viktimave të tjera në lidhje me këtë ngjarje. Është duke negociuar, jemi në kushtet që jemi në largësi, jemi në largësi të autorit për shkak të negociatave dhe distancës së mbajtur në lidhje me perimetrin e sigurisë për të bërë të mundur që edhe dorëzimin e autorit për parandaluar, siç e përmenda, dhe pjesën e një ngjarje tjetër. Ende nuk ka një informacion të saktë, pasi grupi në drejtimin e prokurorisë me prokurorin në vendngjarje është duke hetuar dhe duke marrë gjitha shkaqet dhe jemi përpara këtij fakti të kësaj ngjarje. Ende nuk kemi një informacion të saktë në lidhje me, nuk ka qenë me marrsiguria personi, jemi në kushtet e një debati të lindur me familjet e ish të dashurës. Por ato vlen për të dokumentuar dhe për të dalë përpara jush për dhënë një versionin më të saktë të kësaj ngjarje. Vajza në çfarë momenti është kapur? Familjarët të autorit janë përfshirë në negociata që ai të dorëzohet? Nuk ka asnjë negociat të familjarëve të autorit përveç se forcave Reneas dhe grupet negocimit të Drejtorisë Vendore Fier. Zoti Ahmeti, a ka bërë rezistencë për të lëshuar vajzën? Ka tentuar të gjithë kohën që unë do vras veten, mos mu afroni, do vras veten, por jemi duke negociuar. Për sa kohë grupi hetimor që në marrjen e njoftimit që në orën 6, gjithë Drejtoria Vendore me gjithë forcat speciale janë në vendngjarje për të bërë të mundur parandalimin e një viktime tjetër apo ngjarje tjetër.